Mara Shkumbulla nuk po kalon një situatë të lumtur në këtë edicion në Spanjë. Futbollisti kombëtarët shqiptare të futbollit, pas një starti të mirë me Majorkën, ka pasur një rënje të ndjeshme si pasojë edhe e dëmtimeve të njëpasnjëshme që nuk e kanë lënë të qetë. Kësaj ai nuk është aktivizuar rregullisht dhe fakti që situata po përsëritet në vazhdimsi ka shtyrë futbollistin që të kërkojë një ndryshim drastik. Mediat spanjolle bëjnë të ditur se mbrojtësi ka kërkuar leje Majorkës që të largohet për disa ditë për të kthyer në Itali pranë familjes së tij. Ai ka argumentuar se të gjitha këto dëmtime që po përsëriten e kanë rënduar psikologjikisht dhe ka nevojë që të qetësohet paksa larg terreneve të futbollit. Klubi ka pranuar duke ndjekur të njëjtën rrugë që zgjodhi dhe Barcelona me kapitenin Ronald Araujo, edhe ky i fundit në ditët e para të vitit u shkëput nga ekipi pas disa paraqitjeve të dobta për të qenë i qetë në kërkim të rikuperimit të gjendjes më të mirë fizike dhe psikologjike për të kthyer tashmë i gatshëm për katalanasit.